Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka uruar kryeministrin e vendit Edi Rama për fitore në zgjedhjet e 25 qershorit, e cila sipas tij ishte një votë e qartë për vijimin e reformave të nisura tashmë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka uruar kryeministrin Rama për fitore në zgjedhjet e 25 qershorit, e cila sipas tij ishte një votë e qartë për vijimin e reformave të nisura tashmë. Juncker përgëzoi gjithashtu Ramën dhe në lidhje me nisjen e re ndaj opozitës, ndërsa nuk harroi të theksojë se Europa pret rezultate konkrete nga vetingu dhe lufta kundër krimit. Një mandat i qartë për vijimin e reformave të nisura. Me këto fjalë, Jean-Claude Juncker ka uruar kryeministrin Rama për fitoren e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 qershorit. Presidenti i Komisionit Evropian përgëzoi gjithashtu Ramën edhe për mesazhin që i drejtoi opozitës pas zgjedhjeve. Dua t'ju përgëzoj fort për rezultatin e arritur në zgjedhjet e fundit parlamentare. Rezultati i këtyre zgjedhjeve tregon se qytetarët shqiptar ju kanë dhënë një mandat të qartë për të vazhduar reformat që ju tashmë keni nisur gjatë viteve të fundit. Unë mirëpres faktin që pas zgjedhjeve ju jeni drejtuar opozitës, duke theksuar nevojën për të tejkaluar kontrastet ndërpartiake dhe duke nënvizuar sfidat e përbashkëta që presin Shqipërinë. Rruga e Bashkimit Evropian për vendin tuaj të vërtetë do të kërkojë dialog dhe bashkëpunim konstruktiv ndërpartiak. Në mesazhin urues drejtuar Ramës, kreu i Komisionit Evropian nuk harron të përmendë edhe një herë se Europa pret rezultate konkrete nga reforma në drejtësi dhe lufta kundër krimit të organizuar. Shqipëria është një partner shumë i rëndësishëm për Bashkimin Evropian dhe Komisionin Evropian, të cilët presin që të vazhdojnë bashkëpunimin e ngushtë në përgatitjen e Shqipërisë për anëtarësimin e ardhshëm në Bashkimin Evropian. Nevojiten përpjekje konkrete për të avancuar me zbatimin e reformës në drejtësi dhe veçanërisht me vetingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe për të luftuar vendosshmërisht kundër krimit të organizuar, përfshiktu kultivimin dhe trafikimin e narkotikëve. Jean-Claude Juncker e mbylli letrën e tij në adresë të Edi Ramës duke shprehur bindjen se kryeministri i Shqipërisë do të ruajë fort fokusin te sfidat që presin vendin, ndërsa siguron atë se mbështetja e Komisionit Evropian nuk do të mungojë.